Sot jemi këtu në konferencën e fundit para marshit qytetar, drejtësi jo politik, që do të mbahet me 17 shkurt në Prishtinë në ditën e 18 vjetorit të pavarësisë së Kosovës. Pas 2 ditësh, sheshi i kryeqytetit nuk do jetë thjesht një hapësirë publike. Do të jetë zemra e Kosovës që rreh një zëri. Do të jetë ndërgjegja e gjallë e një populli që ditë të qëndrojë në këmbë kur vihet në provë e vërteta e tij. Do të jetë dëshmia se Kosova ditë të bashkohet kur bëhet fjalë për drejtësi, dinitet dhe respekt ndaj historisë së saj. Gjatë këtyre javëve kemi parë diçka që na ka prekur thellë, një mobilizim të jashtëzakonshëm qytetar. Kemi marrë mbështetje nga të gjitha komunat e Kosovës dhe me këtë rast i falenderojmë të gjithë kryetarët e komunave që na kanë pritur me gatishmëri dhe mbështetje, ndërsa kërkojmë ndjes për ato pak komuna që nuk kemi arritur fizikisht të jemi bashkë. Nga çdo cep i Kosovës kanë ardhur mesazhe për krahjeje, konfirmime pjesëmarrje, angazhim konkret për organizimin e transportit dhe mobilizimin lokal. Kemi marrë mbështetje të gjerë institucionale, përfshi këtu sindikatat, profesionistë të lirë, mësimdhënës, doktor, artistë e sportistë, fermerë dhe përfaqësues të bashkësive fetare. Kjo është një mbështetje që kalon çdo vijë ndarse, sepse kjo nuk është çështje partie, kjo nuk është çështje pushteti, është çështje drejtësie dhe dinjiteti kombëtar. Kemi marrë konfirmime nga shqiptar nga i gjithë rajoni, por edhe nga Evropa. Diaspora jonë po organizohet, po vjen, po udhton me orë të tëra për të qenë bashkë në këtë moment. Dhe ndërkohë, po na vijnë fotografi e mesazhe me familje, të cilat na tregojnë se do të jemi prezent aty bashkë, fëmijë, prindër e gjyshër. Ky është momenti kur e kupton se ky marsh tashmë nuk i përket vetëm një platforme, nuk i përket disa individëve, thjesht ky marsh i përket popullit të Kosovës. Ne presim mbi 200.000 qytetarë në këtë marsh. Do të jetë marshi më i madh në historinë e Kosovës së lirë. Por madhështia e tij nuk matet vetëm në numra. Do të matet me qetësinë tonë, me disiplinën dhe dinjitetin tonë dhe me seriozitetin e mesazhit që do ta përcjellim atë ditë. Ne nuk po dalim në rrugë për të krijuar tension, por po dalim për të treguar unitet. Po dalim në rrugë për të kërkuar drejtësi për Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Jakub Krasniqin, Recep Selimin dhe shokët e tyre. Sa i përket detajeve, do t'ju tregojmë disa prej tyre, do të marshi do të ketë 5 folës nga kategoritë të ndryshme të shoqënisë, që do të përcjellin mesazhe të qarta qytetare. Po e ripërsëris edhe sot, asnjë folës nuk do të jetë partijak. Do të këndoj artisti i madh Ilir Shaqiri, si dhe Lyrical Sun, duke dhënë këtij tubimi edhe dimensionin kulturor e emocional që e karakterizon shpirtin tonë. Do të ketë një aksion simbolik të monumenti Newborn, një moment reflektimi për lindjen e shtetit tonë dhe për përgjegjësinë që kemi për ta mbrojtur të vërtetën e tij. Sot do ta publikojmë edhe agjendën e nisjes së autobusëve nga secila komunë e Kosovës. Janë qindra autobus që do të nisen në mënyrë të organizuar drejt të Prishtinës. Mira qytetarë do të vinë me një qëllim të përbashkët. Agjendën e autobusëve do ta lexojmë edhe këtu, por do ta publikojmë sot më vonë faqen e platformës Liria ka emër, ndoshta do t'ja tregoj më vonë edhe si formë posteri që më pas sakt. Në aspektin e sigurisë dhe organizimit, ne kemi bërë gjitha përgatitjet e duhura. Kemi koordinuar me Policinë e Kosovës me zjarrfiks, me njësitë emergjente shëndetësore, me stacionet e autobusëve dhe me strukturat përgjegjëse për parkingjet. Çdo detaj është planifikuar me kujdes, nga siguria deri te organizimi teknik i binës, videomaterialeve dhe sistemit të zërimit që do të përfshijë gjithë sheshin. Ky do të jetë një marsh pasor, një marsh dinjitoz, një marsh që do të tregojë pjekurinë qytetare të Kosovës. Dhe sot, për te fakteve dhe përgatitjeve, dua t'ju flas edhe për emocionin e 17 shkurtit, që është dita e pavarësisë sonë. Është dita kur shpallëm para botës se jemi shtet i lirë, por liria nuk është vetëm akt juridik. Liria është ndjenjë, është kujdes, është përgjegjësi dhe sot ne po tregojmë se e kuptojmë këtë përgjegjësi. Kur një popull ngrihet në mënyrë pasore për të kërkuar drejtësi, ai nuk do pson shtetin e tij, ai e forcon atë.
Kur qytetarët bashkohen pa dallime moshe, bindje apo përgatësie, ata nuk krijojnë krizë, ata krijojnë vetdije. Prandaj, ftesa jonë finale është e thjeshtë dhe e sinqertë. Hajde gjithë, hajde me familjet tuaja, merrni fëmijët përdore, merrni prindërit dhe gjyshrit dhe t'u tregojmë brezave se si mbrohet digniteti me qetësi, me unitet dhe me kurajë. Le t'u tregojmë se Kosova ka ditë jetë e madhe kur është e bashkuar. Në 17 shkurt sheshi i Prishtinës do t'jetë zëri ynë. Do t'jetë dëshmia se kërkesa jonë për drejtësi është e pastër, qytetare dhe e përbashkët. Gjithçka është gati. Faleminderit gjithëve për mbështetjen masive që e keni dhënë, përfshirë juve të nderuara media. Shihemi me 17 shkurt. Po ja veç kështu sa me e nxanë është kamera, planin e nisjes së autobusëve, po këto do të publikojnë faqe zyrtare të Liria ka emën dhe do të ketë qasje secili edhe media. Edhe secili informacion për komunën e secilit qytetar është këtu.